Shiu, udhëtimi i ujit nga qielli në tokë. Çdo pikë shiu që bie mbi tokë ka një histori. Një histori që fillon në oqeane, liqene dhe lumenj. Nga këndvështrimi shkencor, dielli avullon ujin nga sipërfaqja e tokës. Ky avull ngrihet lart, ftohet dhe formon rreth. Kur grimcat e ujit bashkohen dhe bëhen mjaft të rënda, ato bien përsëri si shi, borë ose breshër. Ky proces quhet cikli i ujit dhe pa të, jeta në tokë nuk do të ishte e mundur. Në Islam, shiu shihet si mëshirë dhe furnizim. Kurani thotë: ne zbresim nga qielli ujë të bekuar dhe me të bëjmë të mbijnë kopshte dhe drith për ushqim. Surja Kaf 9. Në një tjetër ajet, Allahu është ai që dërgon erërat dhe ato ngritin rreth. Pastaj i shpërndan si të dojë dhe prej tyre del shiu. Surja Rum 48. Shkenca sot përshkruan saktësisht këtë proces. Erërat lëvizin rreth, temperaturat i formojnë dhe presioni i lëshon. Por për besimtarin, ky nuk është thjesht mekanizëm, është kujdes hyjnor për tokën dhe jetën. Çdo pikë shiu është një lidhje mes qiellit dhe tokës, mes ligjit të natyrës dhe urtësisë së krijuar.